Për të katërtin vit radhazi, rreth 350 fëmijë të moshave nga 7 deri në 15 vjeç mund të bëhen pjesë e kurseve të ndryshme në fushën e teknologjisë dhe të inovacionit. Kurset janë të ndryshme të trajnimit që do hapen, përmend Python, kodim, robotik, web design, modelim 3D, inteligjencë artificiale. Është një nga projektet më të rëndësishme dhe që ka një sukses shumë të lartë në Bashkinë e Korçës, duke qenë se mesatarisht 300 deri në 350 fëmijë përgjatë gjithë vitit ndjekin këto trajnime në fushën e teknologjisë. Këto kurse janë një mundësi shumë e mirë për marrjen e dijeve në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, duke vjuar më pas me të tjera kurse të cilat mbështeten nga bashkia, me qëllim që këta të rinj të jenë profesionistët e ardhshëm të kësaj fushë. Pra përveç se fillon trajnimi që në moshë të hershme nga mosha 7 deri në 15 vjeç, ne kemi edhe programe të tjera që kapin moshën 15-18 vjeç dhe programe të punësimit që janë të përshtatura për fëmijë mbi moshën 16 vjeç plus. Pra nuk ndalemi vetëm tek një trajnim, por janë të përfshira në programe dhe projekte të ndryshme që Bashkia e Korçës organizon përgjatë gjithë vitit, siç kemi filluar dhe programin e klubeve të ICT-s, një hakathon maraton që bën bashkë 450 fëmijë, që janë po të njëjtët fëmijë, themi pjesa më e madhe që ndjekin edhe kurset e trajnimit. Këto kurse ofrohen nga Korça Innovation Hub në bashkëpunim me Albanian ICT Academy, ndërsa Bashkia e Korçës financon 60% të tarifës për çdo fëmijë.